Përshëndetje të nderuar miq, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV me mua Tyron Alilin për të sjellur pranë jush ngjarjet më të fundit, ato thashë themet e vogla që bëhen, por që marrin viralitet të madh. Do të ndalojmë edhe një herë tek Egli edhe te Gjesti gjatë një bisedës që po bënin natën e mbrëmshme në verandë. Ju jeni dëshmitar që ato për herë të parë nuk kanë ngrënë darkë, dhe Gjesti dhe Egli preferuan që darkën ta marrin në verandë, morën pak ushqim në pjatë edhe po hanin që të dy aty. Gjesti mori 2 bira të pejes për të ndarë momente me Eglin dhe për të bashkëbiseduar, për ta hequr këtë negativitetin që Gjesti në fakt nuk e përballon dot. Kam arritur ta kuptoj që është natyre njeriu që do vetëm energji pozitive, që do vetëm energji të bukur dhe nuk e përballon dot kur në krahun e tij ka një person që në momentet e veçanta ka një dosë negativiteti brenda vetes së tij. Dhe këtë gjë ja kërkonte non stop Eglit mbrëm, që kaloj negativitetin se po macaron shumë dhe nuk e përballoi dot. Gjatë kohës kur të dy po flisnin që Egli nuk pinte dot një birë nga që nuk ja kërkonte trupi se bënte dot, Egli tha një fjalë që bëri do me thënë që kapi një viralitet të madh në rrjetet sociale, që këtu në këtë shtëpi ndodhin edhe situata të tilla, ndodhin edhe mbështetje nga ana e produksionit, dëshironte të thotë Egli, që u përzjodh Laerti. Unë e dita që unë jam shumë e fuqishme se Laerti jashtë, po tha pak rëndësi ka, sepse ne tha unë tha mendoj që kemi fituar. Në qoftë se ne nuk e fitojmë çmimin e madh, ne tha kemi fituar një diskotek të madhe me shumë njerëz, kur ne tha do të jemi të ftuar në atë diskotekën për të performuar dhe për të kënduar. Nuk e quan tha fitore ti këtë që brenda një ore të mblidhen 2000 apo 3000 vet të dëgjojnë ty. Tha nuk e quan ti fitore tha që njerëzit ta ndalojnë në rrugë edhe duan vetëm të puthin, ose ka njëri tha që nga leku i tij tha që e ka mbledh tha në shtëpinë e vet, do tha të votoj ty tha edhe nuk e quan tha fitore këto, ose tha do tha të bëj një dhuratë ty. Nga që Egli ka dalë nga shtëpia dhe është ballafaquar me këtë situatë. Tha kjo është fitoria më e madhe, mos u bazo tha fare te çmimi, ne tha e kemi fituar publikun, ne tha e kemi fituar dashurinë, ne tha e kemi fituar famën, ne tha e kemi fituar çdo gjë. I thonte Egli Gjestit, nuk është ta fitore, në qoftë të tha se ti tha i marrësh vetëm ato 100.000 eurot edhe ke arritur suksesin. Ti tha nga 10 mbrëmje që do bësh, ja bëri Gjesti, do marrësh tha 100.000 euro. Ja tha ku është fitoria jote. Rëndësita ka tha që ti u riktheve në sken, do kapësh ta koncerte, do kapësh ta mbrëmje, do t'jesh ta shumë i frekuentuar, do t'jesh ta shumë i dashur. Kjo tha është fitoria. Dhe për këtë pjesën tha unë tha as që mërziten fare tha, sepse tha besoj tha që na janë hapur rrugët e jetës, na janë hapur tha koncertet, na është hapur tha gjithçka. I vetmi personazh tha që në Big Brother tha nuk mundën tha të luajnë me të, nuk mundën tha të luajnë me logjikën e tij, nuk mundën tha të luajnë me personalitetin e tij, është tha një tha dihet. Dhe në këtë rast Egli e kishte fjalën për Luizelin, që Luizi ishte i vetmi banor që mori Big Brotherin pa i bër asnjë lloj ndërhyrje produksioni, jo se nuk donin, po nuk mundeshin do t'ja bëjnë, nga që ishte gjithë populli me të. Këtu e nxori Egli muhabetin edhe pastaj do me thënë Gjesti kur e kuptoi se cila është zana filla e fjalës, e ndaloi temën dhe tha mos e vazhdo tha më, rëndësita ne tha ka tha që të dalim bukur, pak rëndësita ka se kush e fiton, sepse u bën pak konfuz për fituesin, edhe pse Egli në një farë mënyrë kishte të drejtë, është i vetmi Luizi që e ka marrur Big Brotherin me dëshirën e popullit, edhe ishte populli vendimtar i fituesit të atij edicioni, dhe këtë Egli e tha, çuditërisht nuk ndërhyri produksionin, ndoshta nuk ndërhyri pse Egli nuk e përmendi emrin, por e la do me thënë të pakuptueshëm situatën, por ne që të paktën jemi marrë me këtë punë e dim për kë e ka fjalën, do me thënë Egli tha që vetëm Luizit nuk mundeshin t'i bëjnë padrejtësi, sepse ishte shumë i fortë në popullat, ndërsa ne të gjithë të tjerëve do të na bëhen padrejtësi. Si e komentoni ju këtë qëndrim që Egli ka në raport me fituesin, me finalistin, me gjërat se si ndodhin në Big Brother, a ju kthyen ato mbrëm produksionit apo jo, a u mërzitën, përse u mbyll aq shpejt mbrëm Prime që nuk ja dhanë fjalën edhe finalistit të thotë 2 fjalë, që në këtë rast ishte Laerti. Gjithsesi dua të marr mendimin tuaj për këtë situatë të shumë të ndërlikuar që është krijuar.